unë kam borçe me Arbenit, dinamika e fushatës nuk na ka dhënë mundësi që unë të drejtohem dhe tash e shfrytëzoj këtë rastin se nuk dua t'i mbetem hak. Ati, veçanërisht ati edhe Halilit, t'ju ndaj një informat shumica e di, ne kemi qenë të tre, unë, Halili dhe Arbeni, shok klase 12 vjetë, me Halilin kam qenë edhe shok banke, dhe i femi shumë mirë, kemi qenë oponent politik të ashpër, por ja që tash dha Zoti që jemi bashkë në këtë fushat dhe shpresoj tani e tutje. Ajo, atë që dua të ndaj me ju, të shpreh një mirënjohje të lartë Arbenit me aktin që ka kryer, që na ka bërë gjithë neve krenar, si gosivarës, si generat, si politikan, si shqiptar mbi gjitha, me aktin sublim, me një moment ka vendosur bashkë me Halilin, me shokët e organizatës së vetë të lëshojnë qeveri, në shenjë proteste, jo për shkak të mos realizimit dhe një programi apo dhe një projekti partijak, personal, klanore, nuk e di çka, por një akti jashtëzakonshëm kombëtar për shkak të nëpërkëmbjes 15 mujore nga ana e qeverisë VMRO të PMN Mickovski edhe me ato shërbëtorët e vet.